Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime. Sot do ndaj me ju këto pitet që janë shumë të shpejta dhe janë të përshtatshme për ato raste kur ktheheni në shtëpi dhe nuk ju gjendet bukë, kështu që mund t'i përgatisni lehtë në shtëpi. Fillojmë pa humbur kohë. Kam përdorur 250 gram kos, 3 lugë vaj ulliri, 1 lugë çaj sodë dhe 1 lugë çaj krip. Masën do ta përzijem shumë mirë në mënyrë që soda të aktivizohet. Do vini re që do ketë pak fryrje kosi, ja kështu. Kjo është e mirë në mënyrë që soda të humb atë aromën që ka dhe të aktivizohet plotësisht. Do shtojmë rreth 400 gram miell, mielli mund ta shtoni pak e nga pak, duke e punuar me dorë, brumi duhet të jetë i butë, por jo i ngjitur. Siç e kemi gati, e ndajmë në pjesë të barabarta, mund t'i ndani në disa pjesë, unë ndava në 4 pjesë dhe i bëjmë në formën e topthave dhe fillojmë me hapjen e tyre. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles. Kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Nëse petët janë pak të ngjitura, mund të shtoni miell ose nise shte dhe i hapim me kujdes në madhësinë sa një dorë. Ja, kështu si po shihni në video. I pjekim me njëherë, mund t'i piqni në tigan ose në pjekësën e krepave si në rastin tim. Kjo pjekësja e krepave është vërtet shumë e mirë, pasi kështu nuk keni pse të digjni tiganin. I pjekim mirë duke kthyer her pas here. Dhe kur e heqim, e mira është që t'i lyeni me pak gjalp, kjo është sipas dëshirës, por përveç se jep një aromë shumë të mirë, i mban akoma edhe më të buta. Dhe veprojmë kështu derisa të mbarojnë dhe mund t'i shërbeni, mund t'i mbushni sipas dëshirës suaj. Ne i mbushëm me qoftë pule me djath, domate dhe krem djathi dhe na shijuan vërtet. Si ju duket si recetë, mos harroni për shtypjen tuaj. Faleminderit.